Selam aleikum Dazni. Mirë se vert në live stream në radhës. Sot kena me fol për social metrics. Pse kena me fol për social metrics është se në bazë të metrikave sociale e dina ku qëndron psikologjia e tregut, psikologjia e njerëzve, sidomos rritjellit, edhe në bazë kësaj marrëm vendime më të mira edhe inshallah më të sakta. Herën kur kam në Dubai, neve na ra me u taku me Benjamin Cohen edhe e patëm një bisedë bashkë me ta, edhe bashkë i këshirëshëm do qarta që të social metrics, po shumicën e që aty në qarta këj pat në platformën e vetë. Kështu që unë po marrë qasje në platformën e tina, edhe sot kena mi këshyrë disa prej qytyne metriksave që për mu kanë shumë interesant, edhe te për profitabile se do vipruar sa ma mirë me thonë. Në ekranin e Juve, jene të pa mas pari një YouTube vid. Pse kena mi këshyrë që to YouTube, Twitter që të na që përshrun, është për arsye se në basë që tyneve dina retaili, a është të rrit interesimit e retaili, ose a është të hup retaili. Tasht, jena të marrë me Bitcoinin, edhe me kërkimin e fjallës Bitcoin në YouTube, edhe sa janë të këshyrë njerëz, ose sa po gjenerojnë view-sa videot që e kanë përfri me Bitcoinin titull, ose në tagsat që i qesin poshtë. Edhe shohëm që kena do me thonë ramje prej këto, kjo është pozita ku jena ramje të view-save në YouTube në për videot ku përmenet të paktën Bitcoinin në titull ose në tags. Edhe chanellat që mirën parasysh të janë këto, që për mu e përfatojnë shumë mirë retailin, sepse Crypto Banter këto, Lady of Crypto, The Wolf of All Streets, Da Vinci Jeremy, MM Crypto, janë, do me thonë, sidomos këta dy janë përfatësus të den të retailit. Koveni është përfatësusi një kategorie më të lartë, Plambia është përfatësusi retailit gjithashtu, Coinbiroja, Bitboy Crypto gjithësysh, edhe Mooncardi normalisht, pa i përmen edhe këto tjera. Që në krejsit a chanela që e përfatësojnë 100% retail në mënyrën më të mirë, na përshojmë që ka ramje të interesimit, të shikimit të videove në YouTube që kanë bojnë me Bitcoinin. Pse do të më marrë shambull YouTube, se retaili ma përpara hin YouTube, se sa hin në Twitter, ose hin në Facebook, ose hin në Instagram me lezu për kripto. Bile edhe në TikTok. YouTube është një farmyre shtëpia e edukimit për retailin. Bile besoj që shumica për juve kur keni hin kripto, dy sani keni këshyrë në fillim, Google edhe YouTube. Kjo qana me dije që njerëz janë të uftohë prej kriptos edhe interesimi për kripto të ra. Po ta shkojnë atë metriksi tjetër që është një YouTube subscribers, sa po bojnë subscribe në chanellat që kanë bojnë me kripto, që janë këto, si kur të kalun, njerëz që po vinë, edhe shumë që normalisht edhe këto ka ramje. Edhe shumë zakonisht se ngritja sa herë u ardh, mas rritjes të interesimit, ose ma mirë me thonë interesimi ma i madh ardh kur ka fillu me pas lëvizje të madhe në treg, tani normalisht ramja gjithmonë ka ardh edhe kur vinë e para kur ka ngritje në treg, e dyta kur ka ramje në treg. Edhe shumë që edhe subscribers, do me thonë njerëz që ka nis retaili me hup interesimi për kripto, edhe është në ranje si për që na përshtatë me YouTube views. Tash nëse i këshyrëm Twitter followers, që tash edhe kjo flet për retailin, po gjithashtu e përfshin edhe një kategori më të avancume, muj me thonë, ose një kategori pak më të përgatitur të retailit, për arsye se njerëz kur janë nisin me hin Twitter, janë nisin me i përcjell traderat, influencerat e tjerë më shumë. Edhe shumë që komplet këta akontat këto. Nëse i këshyrëm detaje, se i këshyrëm detaje për pës akontit të Benjamin Cohen që ka rritje graduale edhe pozitive, tjerë chanela, do me thonë, janë veç në ramje të vazhdueshme për shkak që interesimi veç është ra. Se pa afroj, do me thonë, e shumë sa natë jena kanë këto, edhe vazhdimisht jena ardhë të shku poshtë, për arsye se edhe këta po thëmë njerëz që kanë hup interesimin. Jem të fokusu të retaili edhe me këshyrë sa ka interesim, për arsye se
neve na shërben shumë që me ditë qysh me vepru në të ardhmen. Edhe një farë mënyrë me mbështet teorinë që gjithmonë do të me vepru kundër masës. Ma vonë i kena edhe do metriksa tjerë shumë interesant që kena mi kësyrë. Tjetra është new Twitter followers, do me thonë që ta në exchange-a. Do me thonë mirë qambull Bybit, FTX-i, Bitfinex-i, Bitstampi, Binance edhe këto që apishin në këto Coinbase, Crypto Krakeni edhe Huobi. Edhe të exchange-a të shumë që ka rojmje të interesimit të retailit, për arsye se do me thonë nuk ka, ma mirë me thonë nuk ka stabilitet të exchange-at për pos që interesimi vazhdimisht është i madh në Binance, që shpo mundi me po. Këto për arsye se Binance, edhe nëse këne po i ka hit 300 milion përdërus para 2-3 dite, kështu që kjo e pozicionën, që që ka pozicionu dhe marrë Binance-en si një prej top exchange-ave, e cëlla tashmo nuk përdoret veç për kripto, po përdorin njështë edhe për pagesa e tjetë. Nëse shkojnë atë tweetat e ri, që është për mu prej që ty në socials, është mas interesante, është fjalla për Bitcoinin, sajnë të tweet njerës dhe shumë që edhe të kjo ka ramje. Do me thonë, sa herë të vjen interesimi për kripto i retailit, normalisht se bin edhe numri i tweetave, sepse edhe influencerat nuk kanë mo interes me tweet dhe shprovën një farë sepse qaj fanbase që kanë pos, që ka njëk vazhdimisht ju bjen edhe ju hup edhe motive për me vazhdu. Në përgjithësi, që ta social metrics pasu i këshyrëm, na kallzojnë që ka humbja të interesit retailit saj për këtë kriptove. Kjo në shikim të parë, kripto si industri është keq, po për neve si investitorë dhe se tradera është mirë, për arsye që e dina rregullin, sa ma shumë që mos aftofet edhe del prej kriptos, është shumë pozitive, edhe pse është shtirë me duru, edhe pse është e monim që i ka farë faze, kur njerëzve dojnë mja bobajat kripton, mirë po, në anën e kundërt është koha më e mirë për me investu. Edhe nëse shkojmë në më thonë krejt këto, i këshyrëm edhe me Fear the Greed Index, e shumë që Fear the Greed Indexi ka ra, dhe më thonë, për momentin. Kjo është e njëjta me alternative, se API në ka prej alternative.me ku për këshyrëm. Fear the Greed Indexi për momentin është në 20, që është në Extreme Fear, që për neve është zonë, ose për njerës që dojnë me në kripto magat, është zonë që në gjallë interesim për investim ose për tregtim në tregun e kriptovalutave, sepse që që dini, këna shpjegu shumë herë, që investimet gjithmonë do të më bonë në zonën kur jena në Extreme Fear, e jo në zona tjera. Është fjalla për investimet long term. Dash nëse e këshyrëm këtë komplet, këtë qartë e shumë që gjithmonë mas Extreme Fear-it vjen ngritja. Sa do që mundet me zgjatë, si periudhë kohore, nuk ka share, inshallah pardh, deri te ngritja, sepse shumë këto që gjithmonë është përsërit Extreme Fear, jena shku te grid ose te euforia. E kaltërta është, këto i kanë shru Extreme Grid, po ngëm që me thirë eufori. Do me thonë është ligj, ose rregull i tregjë financiare që gjithmonë mas euforis preket Extreme Fear, dhe gjithmonë mas Extreme Fear-it preket euforia ose Extreme Greed-i që shokë. Kështu që nuk ka nevojë me i hup shpresat, edhe me menu që kripto ka po dështon e tjerë. Mirë po është mirë më përgatit, ashtu qysh veç jena përgatit na për lëvizjen që ka marrë. Sepse personalisht, halo i qëndroj për masa stoikisht, menimit që kena me pas half season edhe kena me pas ngritje të coinave. Për mu, gjenë gjithmonë rregulle që sa më nëllë që shkon një coin, me ramja është më e madhe dhe sa më fush që shkon një coin, ngritja e ati coin është më e madhe. Këto para juve tash përshini devijimin e cikleve, ose krahasimin mes cikleve në kripto. Unë e kom marrë veç ciklin e 4, që është që fillon si mas këti indikatori, që fillon prej 19 dhjetorit 2018 dhe ku marrë ciklin e 5 që fillon prej 13 nëntorit 2022. Edhe shohim që cikli i dytë i kuqin, cëllin cikl na jena për momentin, e shohim që nuk është as afër me performu, ose nuk ka performu që shka performu cikli i 4 ose i kalum.
Po një sajn i mirë sa mundet më vrejtë cikli 5 është që ka më shumë stabilitet, ose e ka një tempo më të kadalshme me thonë, po më sigurt se sa ciklet e kalume. Tash nëse i këshyrëm edhe ciklet paraprake, e shohim që secili cikël ka pas super performancë, edhe cikli i fundit e ka performancën më dobët. Kështu që kjo është një prej shejave që unë mendoj që halon nuk ka përfundu gjithçka për këtë cikël, edhe shpresoj që në të ardhmen edhe besoj kena me pas ngritje për të cilën po folim edhe kam folja edhe më herët. Edhe erdhëm te dy qartat më të rëndësishëm për mu për momentin. Në fakt që kjo është qarti që më ka shti me marrë qasje në platformën e këtina, është historical risk level, që ka të zënë kur është mirë me investu në kripto në bazë të qiti qarti, kur do me thonë është ma pak rrezik. Kjo një farë mënyrë koveni neve në prezentoj edhe si matësi se a kena me pas halësizën ajo. Edhe nëse shohim herat e kalume që ku është kuq, kur kena pas dhe me thonë all season, në 2021, 2018, ose kur kena pas treg min, ma mirë me thonë, edhe në 2013, po këto si kësha marrë shumë parasysh, këto të fundit, e shohim që kur i kena pas tregun e mirë, risko kam rri deri te nishi, ose dhe me thonë jena shku deri te euforia, ma mirë me thonë. Po për momentin, nëse e shohim kohën ku jena, halona nuk kena prek eufori. Pika më e naltë që e kena prek na u konë 0.62 që peshen njërë të. Si pas i ti qarti, gjithçka që është në përmi 0.5, nuk ja vlen me investu, e çka është në 0.5 ja vlen me investu. Për momentin na jena në 0.473, që jena në 0.5, që i bjen është moment i lëvërdishëm për me fillu me investu në zona, sepse për pas 0.5, 0.4, 0.3, 0.2 edhe 0.1. Por nëse e shohim si qartë, nëse e krahasojna me ciklin e kalum, i bjen që na jena në qëtë zonën qëtë. Edhe presim që me arë një qësi levizje për me plëcu qatë ciklin edhe me plëcu altizin që na presim. Do me thonë qëtë kohën që jena, qëtë vendin ku jena qëto, nëse krahasoj me ciklin e kalum, i bjen, ose nëse krahasoj me altizin e kalum, i bjen që jena qëto. Që i bjen, na halas këna përjetu altizin në qëtë cikl 3, edhe nuk mund të regull është, tash ndryshën ajo nuk di, po nuk mund të më kry një cikl pa posa dhe altizin. Tash qëto nuk ka mundësi shumë sa në me këshyrë, për momentin e këshyrë ato tal marketin. Edhe nëse e këshyrën për shembull Bitcoinin, edhe te Bitcoinin a qëtë që jena në 0.47, që në kupton që është zonë e mirë e fillimit të investimit. Po, hajde që përkëshyrën për shembull Bitcoin dominanca. Bitcoin dominanca e ka riskon 0.76, që në kupton që nëse Bitcoin dominanca i shkon aset, investimin në Bitcoin dominancë për momentin nuk i shkon i qëllum, sepse është përmi 0.5. Çka na kallëzon kjo? Na kallëzon që Bitcoin dominanca i ka shansat e mëdha me fillu me ramjen, bile edhe teknikisht, inshallah kur të marrni stream edhe me labin ja shpjegon ai një pjesë, që në kupton që kur bjen Bitcoin dominanca, altcoinat fillojnë me hecë shumë më shumë. Tash, këto janë edhe disa coina tjerë, nuk ka shumë, por dy coina që na i njekëm, prej tyne janë Doge, nëse e këshyrëm përmes qëti historical risk levels, Doge për momentin është në 0.39, që si mas këti qarti është në nivellet të mira për fillim të akumulimit, edhe lajme më i mirë prej këti qarti na vjen për Algon, vetë e këshyrëm kumet, që si mas këti qarti, Algo është në risk levels 0.17, që do me thonë ja vlen shumë investimin ta. E na, që që dina jena holdera ka gjatë fuqeshëm talbës. Që kjo kësaj për këtë qiti qarti, ndërsa qarti tjetër është, këto janë krejt on-chain, që do të dhona. Edhe on-chaini, mu personalisht, më ka do gjithë i sakt, mundet mi ahuq me kohë, mundet nashtë një vjetë mi ahuq, mirë po, nëse on-chaini pret ramje, që ajo ramje dikur ka marrë, nëse pret ngritje, që ajo ngritje ka marrë. Se indeksi altcoin season është që këtë që përsheni, regull është sa herët të prejke që këtë zona e gjellë për të poshtë, dohet me ble, sa herët prejke që këtë zona e kuqe nalë, dohet me shqitë. Në gjdo indikator që e kena në on-chain, që matet me këto dy zonat kuqen edhe gjellë bërtën, e thot njëjtit sen.
Altcoin Season Index po na thotë që është me një zonë shumë të mirë dhe të afru zonës gjelbërt, që do të me fillu blerja, a ka ndodhë më herët, mu nis pa u prek zona gjelbërt, po ka ndodhë, që për shembull e kena rastin këto, e kena rastin tjetër këto, e kena rastin këto. Çka po du me thonë është që kjo zonë këto, si City Chart është zonë e mirë për akumulim. Këto janë adresat aktive të Bitcoinit që na përshtatin me social metrics që kanë fillu me ra për arsye që humbi interesimin kripto, edhe mu kthy apet te on-chaini, nëse i këshyrin për shembull reserve risk, është në zonën e gjelbërt, që nëmë kupton që është zonë e mirë për me fillu me blej. Qa ka dhe me thonë tjera, MVRVZ score është ofër me ju afru këto zonës gjelbërt. Shumica e metriksave në on-chain na bojnë me dije që ose e kena pas botomin, ose jena ofër botomit, apet ju thëmë, kjo mundet për shembull me zgat, këta me kohë on-chaini nuk është i mirë. Me ja qëllu, po muj me konë vonë, po nuk jam i pasak që është ajo thonja, kjo vlim shumë për on-chainin. Që ka coj përket qartave dhe metriksave në on-chain, unë penali streamin, që për me mujtë me ngu tjertë, ingjezimin fakt penali, për me mujtë me ngu tjertë që ka shpjegova, e na vazhdojmë me pyetje përgjigje.